Sonca e parë, e dyta, e treta, nuk më jep mu drejt, unë shkej në apel, vazhdon, e zonë se marrën gjyqi mas 4 vjetë që unë marrë drejtën teme. Po, pëse kanë kalu 5 vjetë, 6 vjetë, unë do t'i marrë lek. E ke di që të thua do t'i qesh përsëritje? Urdo? E ke dokumentuar nga gjykata? Po, qa fletë mu. Po, atë punë, unë jam gjykatë, ala s'ka marru gjyqi. Musë më interesën. Mu më interesën se ligji... Mos quhet edhe mandatin tjetër. Musë më interesën, s'ka mandatë, janë pa ligjë mandatë, 100 mandatë. Po, më falë pak. 9. Atëherë, të të spikoj. E zëmë se unë kam bo një tapi e një shpije falso. E kam falsifiku. Kam falsifiku një tapi shpijet dhe këtë të shesty unë. Dhe të jemër, shkën të notere, e blenë shpinë, pagun parë, të del një ide ty, dhe me shqitë edhe ti. Ti e këtë tapin, që e ke ble, e shetë. Ky pronari i vërtet i kësaj prone, e merr vesh, ka kanë për shumë jashtë shtetit, e merr vesh që ja keni bon këtë gjanë kë i qetë këtë në gjysh, i qetë të 3 në gjysh. Pse, mund të keni kalu 10 vjetë, ky i merr shpinë, pra se këta deputet janë pa ligjshme tonë me radhë, kry 4 vjetësh, edhe sot 12 vjetë, edhe 3 mandate tjera, i dhe dinit pa ligjshme. Dhe këta që i kanë keni herën e parë këtu, të ligjshmit, këta do të jepit tapia. Këta do të ulen në parlament. Të të ligji. Jo, saktë është krahasimi. Po ku janë pensionistët sot? Ku janë? Kjo ishte problemi i partisë. Po pra, tani ka lëgi pensionistët aktualisht, konkretisht. Pensionistët janë të shqetësuar dhe unë, edhe ata i vjen mirë që ata do të marrin, unë do të bëhem shkaktar që aty në t'ja qonë pensionit 200.000 lek. Dhe shpresoj që 700.000 pensionista do votojnë për partinë teme, e cila është koalicion me PD-n. Unë po të bëj pyetje jo politike. Kash. Më kalon po ke politika. Je bo po si jeni bo gjithë si Rama. Pse është bo këtë trendi që gjithë politikanët duhen të marrin gjithë rrugën e këtij. Bëhet pyetje konkretisht ekonomike, sociale dhe aktualiteti. Ku janë pensionistët sot? Ku janë? Mos më kthe përgjigje politike dhe fushate. Në shkuptim ku janë? Ku janë? Në shtëpiat e veta, më. Por ku janë nga ana ekonomike, më? Në anën ekonomike ata nuk kanë lek me blej ilaçe. Po këthe thuj, po këthe na thuj, po ku ti din çdo njeri? Kush e di këtë? Po a ka njeri që nuk e din që baballarët e nënat tona shkojnë në varr para kohët, më. Shkojnë çdo ditë apo ditë. A mundesh ti muthin këmbët e Tiranës? O lutem, a mundesh ti me jetu me 50.000 lekë, me 70.000 lekë, me 100.000 lekë? Janë të kënaqur. A dieton, kush e kënaqur? Pensionistët. Jo, më ke gabim. Jo, më unë dëgjoj çdo ditë, i takon ti pensionistët. Ma birti mu i pensionist që i ka 70.000 lekë pension e ashtë i knaqën. I takon pensionistët? Si? I takon? Une? Po. Si që i takon i Dirama që dalin e puthin të këmbët të duhet. Si nuk i takoj ma, që fleti ma. Unë shkeni për tonë ku marrin pensionit, e më pysin, profesor që bëhet me ne? Po. I thëmë, duhet me prit zjedhjet. Kaq. Që mi thënë, me rajt? Kur i thu i fjallë, duhet me majtë fjallën. E vetë mja formë kjo është me prit zjedhjet, pra? Zjedhjet janë ata që zjedhin punën. Me 11 muaj zjedhin punën. Në qëmë se ata dojnë me nej, me aqë leksa kanë, ata kanë me nej, kanë me shku në varë para kohët, nuk i pengon kush me shku në varë para kohët. Edhe me mytë veti, nuk i të pengon kush ty. Ti që si ke me në kokë, ti voton për atë që i qenë 200.000 pensionin. Se jam të të tregu ku janë lekët, jam të tregu ku janë parët. Po ti po e tregon veti Diramës, pra? Si? Po e tregon, kështu si që thua ti që ta marrim atje, ti ke lëshë. Çfarë bën Dirama? Ku shkon ti e voton për partinë tonë ti? Fiton zgjedhjet ti. Po ja tregon formulën, po të shkoj ti marr, ti kontrolloj Dirama. Çfarë bën Dirama? 2 miliardë euro? Do t'i japi pastaj nga 200.000 lekë pensionistëve. Plus ka kapur formulën tjetër. E ke gabim ma. Çka kam i bëj pse e mori vesh formulën? Letja japin ai më fal pak. Bo më dhani 2, një minutë. Bravo, tu meriton. Bo më dhani ai, fal pak. Bo më dhani ai në Mosarama tjetër i ti, si ka që pensionistët kanë. Bo më dhani ai 200.000 lekë, un jam me te. Je me te. Po. Ai vetëm t'i japin 200.000 lekë. Ai vetëm letja rregullojnë jetën. Po je pra jep shpërblimet. I dhash shpërblimin tjetër tani. Shpërblimi është 100.000 lekë për një vit. Un them ty më dhani për çdo muaj 200.000 lekë. Që se ja jep 200.000 lekë për çdo muaj më shumë. U i thon jap dorën, faleminderit për det, bravo të qof. Po boj, pse se bën ai këtë? U s'kam misi unë me Ediramën. Pse se bën? U s'kam misi me Ediramën nëse Edirama i del zot pensionistëve më. Me Berishën ke? Urdhë? Me Berishën. Ke me Berishën. Ai që t'ia ai që ka me kënë dakord me parimet tuaja. Me parimin tim, unë i shtroj dorën. Po
Po pse se bën Rama? Pse se bën Rama sot atë? A kjo pyeti për Ramën, jo për mua. Po shka pyeti atë ti? Pse nuk e bën ai? Se unë i di pse nuk e bën, por nuk ka marrë tu me fol me sha njerëz. Jo me shama, po me sha, po flasim fal pak ai ta çan ty babën tënd vër para kohë duhet me lëvdu. Jo si dhuti. Po jo kështu pa. A duhet me sha me lëvdu? Se di më ka. Jo ti e din se si di. Ka që lëvdon. Unë gazetar. Jo çan baballar të nëna dhe shqiptarë i çan vër para kohë dhe duhet me lëvdu. Po pse pa ku pse se bën Mos më intereson mua, mos më zot kot. Mua nuk më intereson. Unë çdo njeri që është i Zoti me bën këtë punë i shtrëngë dorën. Bravo. Le ta bëjnë PD-ja i shtrëngë dorën. Unë kam shkuar aty te PD-ja, PD-ja më ka thënë do ta bëj. Sa ka thënë Berisha? Po mo. Sa ka thënë po 200 ka thënë edhe Berisha ta bëj? Urdhë? Berisha sa thot po 200. Ai unë kam shumë koalicione, i ka pranuar programin tim pra. Pra, atë propozoni programin tënd, propozon Berisha sot. Unë po. Atë për ndryshe uniku s'kam punë me të. Unë kam shku me te nëse ai pranon programin tim. Po është koalicion me Ilir Metën. Ju me Ilir Metën. Po s'kam punë me Ilir Metën. Unë kam punë me aqu pensionin 200.000 lekë. Tjerat janë punë të tyre, mos më duhet gjë çfarë. Populli shqiptar nuk i duhet gjë Ilir Meta. Ilir Meta nëse ka spakun. Ja tregon spaku nëse ka vjedh. Kjo ai çan burg. Pensionistët nuk duhet gjë, a hin burg, as hin burg Ilir Meta. E çan spaku nëse i ka vjedh ja merr lekë i çan buxhetin e shtetit. A ka vjedh Ilir Meta? Po si duhet gjë? Atë se thamon. Atë e din spaku. Ai është i akuzum. Kur vërtetohet akuza kam drejt mi thënë i hajdut. A besoni ju te spaku? A është institucion? Unë besoj te spaku, po besoj. Institucioni më besueshëm në Shqipëri. Besoj, por unë e di një mënyrë. Jo Velia që në qafë kot, ai pafajshëm është. Aja e thot gjithë Shqipëria që është i pafajshëm. Aja puna aty Erion Velis, është njësoj si puna e Ilir Mec. Ata janë të akuzum, nuk janë se pandeur, ala nuk i kanë tregu akuzat. Se për çdo ditë ata ja gjejnë akuzat tjera dhe do të bëhet punë mëllar. Dhe kur ta shifsh ti, se çka ka bë, siç thonë specialistat që i kanë lexu ata dosje, nuk ka gjë që i pështojnë, thonë ata. Unë nuk kam drejt me fol kurrë as i fjalë. Unë kam drejt me thënë që Erion Velia ai një shqiptar i cili nëse nuk ka vjedh, mu më vinë këtë që e kanë fut në burg. Nëse i ka vjedh, unë thëmë me e fut në burg edhe me e lidhë mirë bile. Ate edhe Ilir Metën edhe çdo njeri tjetër. Edhe djalin tim, nëse i vjedh, papa dhe djalin tim e erë fut në burg. Sepse ja ka thënë shte, ja ka thënë ligji. Nuk duhesh me bën këtë punë, e ka bën burg me shku. Pse mos me shku në burg ai? Me shku në burg si ç'ke me te. E kuptoj. Unë s'kam kompromis me hajdutat. Ju thoni parimisht, por në të vërtetë ju besoni që Erion Velia do të jetë në burg si nga unë kam edukatën time, unë nuk eci me po pse ju jeni politikan? Unë nuk e di. Po se kam lexuar dosjen unë.